Lumi, mirë se erdhe në Elite Way. Lumi apo Lumbardh? Lumbardh, Lumi. Ja, ku po e shohim edhe Ndrem Nezirin, producentin edhe opinionistin e Elite Way. Përshëndetje. Ndrem. Si e Lumi? Mirë, faleminderit. Si ju? Mirë, ja këtu të pretëm në Elite Way, sepse kohëve të fundit kom pa shumë gjëra interesante rreth teje. Pak aktor, pak me biznes, gjithçka nga pak. Si është puna? Mirë, nuk është keq. Angazhim total, kena kohë, kena hapësirë, kështu që pse mos më shfrytëzu. E si aktor, si po gjendesh? Nuk është keq, ka qenë gjithmonë një ëndër që kom pas shef më konë realitete dhe jam të bë hapa në këtë drejtim. Punina shumë mirë. Cila ishte pjesa më e vështirë me aktru? Me majtë mend skenarin apo diçka tjetër? Tash këto dy filmat e fundit që kom xhiru kanë qenë në gjuhën angleze. Nuk është që është një sfidë për mua, po prapë se prapë është kur të jeton tash në Kosovë fol më shumë shqip, është ndoshta pak më vështirë me majtë skenarin mend, por nuk ka qenë diçka e vështirë funditës. E atë kam paragjyku për tekstin, se më përgjithësi në Kosovë paragjykojmë kur flet dikush anglisht. Nuk e kom menu ashtu sepse në set edhe ka pas edhe aktor tjerë, domethënë edhe që edhe ata janë të detyruar me fol anglisht. Edhe regjia, spjegimet që na bëjshin anglisht, që nuk ka pas diçka marrë ose diçka sa i përket gjuhës angleze. Cila ka qenë partneri ose partneri aktor që tu ka përshtatë më shumë ti në sete? Që tash aktori Hollywoodit halos jam bon, kështu që nuk është që kom pas shumë filma që kom xhiru, por çdo kas që kom pas deri tash ka qenë shumë profesionist dhe kena pas marrëdhënie shumë të mira me çdo aktor ose aktor. S'ka ndonjë specifik kështu që ki kalu më bukura? Hajtë, se tash kemi disa pyetje. Okej, vazhdojmë tani. Po të ftoj të përballosh me komentet e publikut, sepse këtu nuk do ulemi ende. Ende, okej. Përpara se të flasim ne në Elite Way, flet publiku. Këtu janë disa nga komentet që i kemi gjetë online për ty. Zgjedhë një nga ta? Handsome. Ja. Pëzgjedhe një tjetër... Po dhe ajo është koment, a merë komplimente shumë? Normalisht, kjo është një kompliment që... Sidomosht shpesho që nga një mashkull, Lumi, po të thotë. Goat by Lumi, më doke që është një fan page e emja, sepse për shoh fotografien teme aty, edhe di që nuk është faqe e jeme, të shumë Goat Lumi, greatest of all time. Halo, s'kom përni ka qënaq, po nejse. Ti dhe Dolce ishi shku shumë bukur si qeft, këto për ndëgjoj spori hera, ose për lexoj spori hera. Interesante. Nuk e njoh. A ki pas kontakt me Dolce? Jo, e kum pa ka shumë në TikTok so më ka dollë, por nuk është që kum pas në menim që drejtim. Lumi djerë zotni, po më pëlqen shumë dhe më përvu sot ari parametrat një arrit. Hajde një rrotullem kështu Lumi me të pa edhe audienca si po dukesh sot në Elite Way? Jam vesi gjys austriak me këtë farë paltën e gjelbët. Bukur shumë. Valla, se ki meritu finalen, hajna edhe kanë me gjithë hajna. Okej, kjo është një koment që e kum lexuar shpesh, normalisht që ka dhe njerëz që nuk ta urojnë suksesin ose fituarën, por unë kam një farë qëllimi në jetë që unë e menoj gjithmonë që edhe kundërshtarit tem më të madh që e kam ja uroj suksesin, sepse nuk do të thonë që kjo më ndalon mua me pas sukses në rrugtimin tem, kështu që everything's okay, në rregull. E kemi edhe një koment të fundit, por ti vendos a don me lexu apo po shkojmë në një pjesë tjetër të Elite Way? Këto tema janë të mbërcjellë që 2-3 vjetër edhe... Rreth kaderit, apo? Po, nuk është diçka që më le përshtypje, por është perceptimi i një personit që ka pa diçka në neve, por është në rregull, jeta është çështu dhe duhet me vazhdu. Ftoj të ulesh në hot seat. Faleminderit shumë. A të ka ndryshuar fama? As pak. Cila është gënjeshtra më e madhe që është shkruar për ty në portale? Mendoj që disa media kanë shkruar që arsyeja e ndarjes përmes meja dhe kaderit ka qenë tradhtia, e kjo është një gënjeshtër. A është përdorur ndonjëherë provokimi për të qëndruar në qendër të vëmendjes? Jo, as pak. Unë e përdori më shumë rrjetet sociale për me shfaqë Lumbardhin e vërtetë dhe nuk bëj asgjë për vëmendje. Gjatë projektit edhe xhirimeve me Albën, apo ati momente kur kimia mes ju shkoi për te i rolit? Jo, me të vërtet ka qenë një kast
shumë profesional dhe jena një shumë mirë dhe nuk ka pas asnjë diçka të tillë që ka të bëme me pyetjen tonë. Në rrjet është përfolur edhe emri Eriola Doçit pranë teje. Është vetëm spekulim apo ka pasur diçka? Spekulim. A je tip xheloz në një lidhje? Mendoj që po. A ke thyer ndonjëherë zemrën e dikujt? Nuk është që jam krenar për këtë pjesë, por ma merr mendja po. Cila është deputetja më e bukur në Kosovë sipas teje? Ndëgjoj Elit, unë mendoj që Parlamenti i Republikës së Kosovës nuk është as për filata, as për mis, por mendoj që atje matë është në bazë të përfaqësimit që ban për popullatën, sepse populli janë ata që ta kanë jap mundësien me reprezentu ata në Parlamentin e Kosovës, dhe mendoj që bukuria është më shumë shpirtërore dhe prej mbrëmshmit, kështu që nuk ka rol për mua. Cili është politikani më i fuqishëm në Kosovë sipas teje? Një emër. Por momentin është Lumir Abdigjiku të luajnë mas mire. A mendon se fama nga Big Brother të ndihmon apo të ndëmton në politikë? Unë mendoj që mundësia që më ka jap mua me në politikë ka ardhur përmes Big Brother, përmes showbizit, por është edhe në dorën time qysh e shfaqi pastaj ose çfarë zhvillimi bëj, sepse nuk mjafton vetëm me qenë një fytyrë e showbizit, edhe me pas një shans në politikë, duhet me pas qëllime të mira për shkak të desh me fol, për shkak të desh të me ngrit zonin në çështje të ndryshme. A është politika më e vështirë se Big Brother? Po ose jo? Shiko, Big Brother është një reality show dhe politika është një përgjegjësi ndaj popullit. Lumbardh, je më shumë romantik, strateg apo rebel? Ma shumë si rebel. E kalove me sukses. Ju përgjigje disa pyetjeve mjaft interesante të cilat audienca ka spekuluar në rrjet, edhe ishin mjaft interesante, apo të vështirëte? Jo, është realiteti, pyetje përgjigje, nuk kam njetë me fekera diçka që nuk jam. Do t'i elaborojmë edhe më tutje, se s'po t'lo me aq. Hajde të flasim pak për fëmirin tënde, çfarë fëmije ki qenë? Kam qenë nashta një djali i halitshëm, por i dashëm, që e kum dashur edhe shumë familjen, kum kontribu shumë në fëmijëri. Unë jam rritë në Kosovë dhe në vitin 2004, kështu që në kohën e luftës kum pas 8 vjet, kështu që paka shumë mund me nënkuptu njërin mes rreshtave, me kuptu në mes rreshtave që nuk është edhe diçka shumë e lehtë, por unë mendoj që dikush ka gjithmonë në botë ose në Kosovë ka pas njerëz që kanë pas halo më shumë maran, më sfiduese jetën, kështu që nuk e la vetën poshtë ose nuk është i rramna ose më jap njerëzve përshtypjen që mundi keq për mua se diçka, kështu që ti gjithmonë ke dashur më kthy në Kosovë. Pse ke pas këtë ndjenjë? Sepse edhe këtu jam rritë dhe diqysh jam i lidh me Kosovën, edhe unë e di që jashtë vendit nëse shqiptar jashtë vendit në Mërgat e kena do të me punu 2 herë më shumë se sa një austriak ose një zviceran me mri njëjtin output, njëjtin rezultat, kështu që pse mos marr këtu me kontribu për vendin tanë, ku e di që shpirti pushon vend vet mas miri. Po kështu me miqtë të tu shqiptar të cilët jetojnë jashtë Kosovës, a i thu që kthehuni në Kosovë? Natyrisht, edhe familjarëve të me, edhe tash jena të bëha dhe këtë punë, bobi jem ka qenë i pari, që shidjone që ka vendosë më kthy. Unë tash i dyti, por tash edhe kena edhe migjallar, djemë të Migjes, bile edhe një djali Migjes ka arë tash edhe të lutë në Super League futboll. Kështu që është një farë trendi shumë i mirë, sepse Kosova mundet më zhvillu shumë shpejt edhe është të zhvillu, kështu që na vijnë forca të reja, djemë të ri që janë shkollu jashtë vendet, që bin ideja të reja në Kosovë, dhe kjo është një krenari. Ti ishe edhe futbollist profesionist. Po. Kur fillove dhe si spikate në këtë fushë? Me futboll kom fillu shumë herët, futbolli është një pasion për mua dhe nuk e di në cilën mosh, por mendoj që është edhe paka shumë edhe e lindur ka qenë futbolli, edhe në Kosovë natyrisht kom fillu kështu në për rrugë me shok, në për mahallat vitjes. Edhe me 12 vjet kur ika në Austri, me 13 vjet fillova ekipën e parë dhe moj men kur shtrova spori hem me një klub futbollit, ato farë konat e ato farë
që janë si Konope, ose desen më lidhshëm na përkom se nuk kum bën më herët trening ushtrimet në aspektin e koordinacionit, por gjithçka është pjesë që jam shumë krenar dhe kum mësuar shumë dhe kum absorbu edhe kjo ka qenë gjithmonë një farë fati, një farë disiplina eme që kum dëgju shumë edhe kum provu minimu vetës me ecë përpara. Sipas te, cila ka qenë arritja më e madhe që ki pas në futboll? Cila është ai momenti kur ti ndjesh krenar? Momenti më i mirë ka qenë kur e kam shku kontratën e parë profesionale, natyrisht, në Angli për Northamptonin, por ka qenë edhe loja e parë debyn kur e kam japur për Northamptonin, kum luajt kundra ekipit Premier Ligës në FA Cup, që është FA Cup, kundra Wolverhampton, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. E pse u shkëpute? Cili është ai momenti kur ti vendose thjesht mos më u marr me këtë sport? Tash është pyetja ku mundesh më prek në tela. Hajde. Një sportist që le futbollin shumë herët nuk është që është një farë gjëre që një është mirë, sepse kur e ki si pasion, kur e ki një dedikim 100% ton jetën për atë sport, edhe vjen momenti shumë herët, të unë me 26-7 vjetë, edhe pse nuk pas as lëndime, as kur gjonë, nuk i kam ato farë mos më thuj që ka qenë dashuria. Jo, as dashuria, po ka qenë paka shumë edhe presioni, por edhe nuk më kam mjaftu mua vetëm futbolli, sepse e kum vrit edhe në kabinë, kur ndrojsh me, kur shkojsh me na për lojna, nuk u mungoj ki mua paka shumë edhe intelekti, gjua, oratoria, tashti futbollistët janë vetëm futbollistë dhe s'po duhet edhe kur gjoh me thonë keq kundër futbollistëve, sepse edhe unë jam ka një dhe jam gjithmonë me zemër futbollist. Do të ki pa vetën në një fushë tjetër. Po, e kum di që ka shumë potencial në mua për me arritë shumë se sa vetëm më mirë me futboll edhe kështu ka qenë fati. E pas futbollit ku e gjete vetën? Me të drejtën ja kum nis me studiu, edhe tashti jam pak para se mi në Big Brother, e kum ndalu masterin, edhe një semestër e kam masterin, edhe hina në Big Brother dhe më hangër dreqim. Do të të fama të arriti pak mendje, na? Po, jo veçanërisht fama që ma ka rritë mendjen, por dush edhe pak me ekspresu ose me shita të farë mënyrën që je një rol model, je bon i famë shumë paka shumë, edhe pse nuk do me thonë që jam maj mirë se ti ose maj mirë se tjetëri, as pak, sepse jena ketë njëjtë, por duhet edhe me reprezentu edhe vetë vitën, sepse je boj i famshëm për një arsye, edhe dush me provu me qenë gjithmonë një rol model për trit. Kjo është qëllimi jam jetësor. A kishe përsërit edhe një herë eksperiencën tonë në reality show? Nuk e di, nuk mu mi thonë jo për asë gjënë, sepse nuk ju dihet jetës. A ki marë mund do një ftesë të tillë? Ki marë? Edhe pse ki qenë fitus? Po, natyrisht, po na shta vish një 2 javë me himrena mi thonë që qëni djema dhe vajza, unë vish kun fitu, do të me fitu dikush tjetër, po vish të isha më ju tregu që është kultura. Interesante. Po më pas, si e gjete vetën kur dole nga kë reality show? Çka more me vete? Do pore. Ka bone ma ato pare? Si fitus, si investove? Dashnia e njerëzve ka qenë realiteti, dhe ka qenë thelbi gjithë shkajt shandodh në jetë. Menoj që kur të merë ka shumë dashnia dhe prej të rive, e krijar me njëherë një menim që je pak ma ndrysh, edhe pse dush me lutë rolin e gjithmone që jena njëjtë, sepse nuk kam qefu një mu dalu prej tjetrit, por dush me do pikat cakta me të regu një rol model, një shembull që të rritë mujnë me shikun në tyre. E cekëm edhe më parë që ki qenë shumë i diskutum pas fitores. Sot si do t'ju jepja një përgjigje atyre njerëzve që endi janë skeptik se pse more çmimin? Shiko, shumica e njerëzve janë mësu që një reality show bazohet në ofendime, në bullizime, kur bërteq e kur vetëm mu bon viral, edhe unë e kum vendos me hes një rrugtim tjetër, pak ma për toke, pak ma shumë i mbrojt vlerat shqiptare, sepse unë edhe e kum ditë kush e këshyr Big Brother. Janë shumë të ri, jam do nana, që unë s'kisha pos shef, për shembull, nana em një po do skina që ka ndodhë në Big Brother të frek kisha ka ndodhë, dhe për mua ka qenë shumë e rëndësi me tregu vlerat shqiptare, me reprezentu vlerat shqiptare, veçanërisht që jam rritur në jashtë, me tregu që Kosova ose Shqiptaria mbetet gjithmonë zemër edhe karakteri nuk ban me deviju për një karakterit shqiptarit. A i ki zhgënyrë në ndonjë moment familjen?
Sa ki qenë aty? Jo, as pak, unë jam shumë falënderues që ma ka jap Big Brother mundësinë mu njoftu prindrit e mi çashtu që do të më njoftu, sepse qysh më njeh ose dikush tjetër përmes Big Brother, njëjtë më njeh edhe nana jem edhe baba jem, më herët ata s'm kanë njoftë edhe kaq mirë, sepse 24 orë, bile 3 muaj e gjys nana jem është kur tali, sepse ka ditë që jam mrena, s'ka nevojë më thirr gjali jam ku je. Po, a mendon sot, kur kthehesh mbrapa, a mendon që mundet me u kriju një dashuri në një reality show? Po, menoj që po, dashnia është diçka që nuk mundesh me parashiku edhe, por vetëm është interesant që showbiz ose një reality show është shtu e bazume që je mrena, je mbyllt, edhe na njerëzit jena që një sociale, neve na vyn pak kontakti me njerëz, kështu që mundësia mu kriju një dashni në rrjetet në portale si Big Brother, po tham në reality show si Big Brother, është shumë e lehtë ose pse? Se kështu thonë, po pse? Sepse je mbyll 3 muaj e gjys, sepse nuk I ki njerëz tjerë që vinë. Pa ndryshojnë këto ndjenja kur del jashtë? Nuk muj me thona, më na u gëzëshmi kur ashin frizerkat mrena, ose frizerat u gëzëshmi me po njerëz ri, kështu që tash mundesh nashta për para menu që ka qenë me ata banorë që janë konë aty mrena, që kur ka shen një potencial të vogël, e paramenon gjithçka që wow, çtu ka diçka, pas ka diçka të vërtet, por kur del jashtë tani nuk është që ka qenë kështu në faktin tem, po du me thonë që muj me ndryshu senet, sepse sa ndryshon një marrëdhënie, se ti ki dalë qift nga Big Brother, sa ndryshon një marrëdhënie jashtë me atë brenda? Varet prej personave, edhe kjo, po të na ka ndryshu marrëdhënia faktikisht, sepse jeta në Big Brother 3 muaj e gjys mu ka dok mua sikur jeta reale, gjithçka që është jashtë mu ka dok për mua sikur surreal. Edhe kur kum dal jashtë e kum vret që nuk është edhe as pak e letër një lidhje, sepse ti mas pari dush me gjetë edhe veten mas Big Brother, sepse kur del prej një formatit si Big Brother, ti je një lombardi I ri faktikisht, sepse që të famë nuk e ke përjetu ma herët. Tash ti mas pari dush mu mësu me vetë me lombardin si individ në aspektin e showbizit, anën tjetër e ki edhe një partnere tjetër që tash ti ka ardhë si e re në jetën tane, edhe 2 sene për një hera ka qenë shumë e vështirë, edhe për që ta më shumë e vështirë këtë fakt lidhje në reality TV shows. A ki qeni dashuru me Kaderin? Skip the question. A kështu me pula? Shumë kënë pyetje për këtë tema. Sot zdo në me jo përgjigje. A më bën raport? Skip the question. Kemi shumë të tilla, Lumi. 4-5 pyetje I bone për Kaderin, kështu që ishka mirë dhe pak me... Po I bëj këto pyetje se ende sot janë publiku ata të cilët krijojmë video rreth juve, kanë interes, ndoshta edhe kjo e bën këto reality show të cilët mësohen njerëz me u pa bashkë, mandej nuk e akseptojnë edhe tjetër medalje kur ndodhe kundër ta. Ato I pranoj edhe shumë komentet në çdo drejtim, sepse e kuptoj që e ki kriju një farë identiteti për njerëz si çift edhe kanë qef me të po mirë. Si je ti në dashuri? I mirë. I but. Romantik? Romantik normal, sigurisht edhe jo strateg, por rebel, që thash më herët. E cika më herët që je edhe xheloz? Nashta, menoj që xhelozia është një pjesë e dashnijës, sepse kjo tregon rëndësinë për partnerin tanë. Nuk ban më kone eksagjerume natyrisht, sepse menoj që aq ma shumë që I xheloz, aq ma shumë që e tepron, aq ma shumë I ban dam vetës. Dashuria do të më kanë, ose lidhja do të më qenë diçka shumë e pastërt, e bardhë për mua, dedikim total, kështu si Bonnie and Clyde. I përkushtum. Sot? A jenë lidhje, njohje? I'm good. Je mirë, je rehat. Jam shumë I rehat, shumë jam të fokusu shumë në do projekte familjare, projekte individuale, dhe jam shumë I lumtur që kam këtë kohë më mirë me vetveten. I kemi pa edhe disa filma të shkurtër. Po. E tregom edhe pak për eksperiencën aty që e pate, se tha që I ki pas për qëllim që një ditë edhe me aktru në ndonjë film. Të erdhi mundësia, si erdhi të kjo mundësia dhe si e gjithë e vetë? Erdhi mundësia, po nuk është fundi, sepse menoj që... Kjo është fillimi? Po, është vetëm fillimi edhe është një hap I parë për me morë ajrë të aktrimit, dhe është një mundësi e mirë shumë. Falemnderoj Artan Korenicën që më ka jop mundësi, sepse ajo morën telefon te, djali mirë, I aktori kryesor në filmin tem. Edhe kështu ndodhi, pata një performancë shumë të mirë, që edhe vetë u befasova, por unë nuk jam kur I kënaqur me vetveten, jam kritikusi. Kritikus, autokritik. Autokritik shumë, edhe nuk jam kur I kënaqur, gjithmonë
menoj që ka halo ma shumë hapësirë edhe kam qef me vazhdu, gjithmonë. Kjo është mirë që reflekton mbi vetëm, po nëse do kthehesh e pas, çka do doje të ndryshoje në këto xhirime? Nashta na i regjisor nëse. Jo, gjithçka ka qenë në rregull, jam vërtet falënderues për çdo eksperiencë tjetër, jo vetëm për aktrim, për sport, për showbiz, për politik, për gjithçka në jetë. Shka kom përjetu dhe tash, ma ka jop atë parë ngjyrën që e kam tash të qaj njëri që jam. Kemi pa shumë video që po të kërkojnë edhe Hollywoodi. Sa e në të vërteta? A ka seriozisht ndonjë kërkesë? Jo, janë fake news, natyrisht që ka biseda njerëzit spekulojnë, por diçka konkretisht jo. Si të vjen puna, kam e qenë i pori që kam e qenë telefonin edhe publikoj. Tregona pak edhe për takimin e parë me Albën. Si ishte takimi i parë? Se me sa e din, nuk keni taku më herët pas daljes së Big Brother. Në film, tash në cast. Në xhirime. Takimi i parë ka qenë normal. Kemi vrejt që Jeni dhënu pa arsye. Nuk është që i na dhënu, si cile i ka pos arsyet e vete dhe du të më respektu, por me të drejtën ka qenë që thash edhe më herët një cast shumë profesional edhe nuk ka pos diçka për mu sqaru ose diçka. Një energji shumë e mirë ka qenë edhe shpresoj që filmi do del shumë mirë. Ende nuk u publiku, po presim. A të pengon Lumbar që non-stop flitet për jetën tonë dhe personale në portale? Kjo është domi kolateral, mendoj, i famës, sepse mendoj që liria paka shumë të kufizohet, por mundësit e tjera përmes famës që shëndrohen janë si prioritet për mua në aspektin e biznesit, në aspektin e aktrimit, që cike dhe marët. Kështu që i ka ato pro edhe kontrat. Çfarë mendojmë për fitusin si vjatë që ishte në reality show? He's a very good guy, është shumë djalosh, e kum taku tash të i kena dollë pak... Na thanë kështu disa zëra që keni qenë bashkë? Në një natë në Prishtinë? Po, kem para do dite i na kom pak bashkë, i na njoftu. Në faktikisht i na po dhe ma herët, por i kish po do videot mija, unë na për ora tu e kur grunin, para se me hikin beg, edhe me shumë, sepse edhe aje ka foli diçka që me lopë, për jetën në fshat, për jetën në fshat, edhe ka pos një farsi paralele, edhe u kuptu minjere, ka shumë një energji shumë të mirë, edhe një fitusi merituar. Le të kthehemi pak edhe të politika. A mendojnë që të ka penalizu kjo çështja e Big Brother ty në politikë? Apo të ka favorizu? Big Brother ma ka jap mundësin mua për me hi në politikë, sepse une faktikisht nuk jam kon as këngëtar, as aktor ma herët që une e kum vendos pse me hi në Big Brother. Une vi prej një familjes politike, babën e kum pos 2 mandate në Parlamentin e Kosovës, kështu që bisedat në shtëpi kanë qenë gjithmonë politike. Edhe une vetëm e kum analizu cila është mënyra më e mirë me të njoftë këtë Kosova sa ma shpejt. E ke gjithë formulën, do të thotë. Edhe kum gjithë formulën, e kum gjithë Big Brother, edhe qëndrimi jem ka qenë ashtu që jam une, edhe erdhë mundësia, faleminderit Ludvikës edhe Lumirit që ma ka jap mundësin me qenë 2 herë kandidat për Parlamentin e Republikës së Kosovës. Unë kur të pyeta, je rebel apo strateg, apo romantik, më the rebel, po edhe strateg, kogja shumë? Po strateg në aspektin e dashurijës, nuk është edhe shumë... Jo, a je romantik, strateg, apo rebel, kështu në jetë? Faktikisht, strategji një jetë dushme... Dhe të ti pas ke bo strategji? Po, strategji ka qenë për mua gjithë shkap kur kum hin big. Ama aty mrena, normalisht që Lumbardi nuk mundet me pas një strategji ki në qofë se ti do me fekirat edhe shumë vetën në Big Brother, në reality show. Në Big Brother dushme konë të i vetë vetja. Strategjia ka qenë diçka tjetër, për shembull, ma herët do lëvizje që kena bo me dizajnerën që e ku morë, ose do lëvizje masani, por... E tregom kështu kur u futën në botën e politikës, sa kishin interes politikat me të pytë për një reality show? A interesëshin ato pra pas skenat të cilat dëshirojnë me i ditë? Kuminu që gjithmonë që sepse showbizi e ka një farë reputacioni pak më ndrysh, edhe menojsha që politikan nuk e këshyrin, por politikan të shikon fonësat më të mëdhaj Big Brother. E vërtetë është që ato shumë interesante me ditë dhe audiencë. Ka qenë tani një marrëdhënie shumë interesante, shumë e mirë, dhe se kom pritë edhe veçanërisht për LDK, se kom pritë sepse LDK-ja konsiderohet ma shumë si parti konservative, pak ma shumë një parti me vlera, me parti intelektualash, edhe ku mendu që një djallë për showbizit ka me pos shumë aran, nuk u konë edhe let, por për me jam befasuar, i ka shmirë, më kanë trajtu edhe janë s'qila dhe më kanë pranu në grupë edhe
Gjithmonë kur flitet për ty, flitet që edhe keni pasuri familjare, të madhe. Sa janë të vërteta këto që fliten? Në varet që konceptuat pasuria, unë e menoj që dashnia në mes vetë. A ki shumë parë kështu? A ki parë, s'kam. Jo, na punojmë shumë edhe prej babgjyshit tem të njeri që i ka bo hapat e para, mu na mundësu njeve këtë jeta që kena prej mingjallarve, babit tem, grave në familjen tonë që kam pos kontribut madhë për familjen, sepse kur kam punu djemët e tonë, mingjallartë, u kondisht edhe gratë me kry një pun tjetër për shembull edhe këta fëmijë që i kena tash të gjeneratet e reja që na bojnë krenar, kjo është një arritje edhe e nonave, vëllton, është... A është më vështirë të vazhdosh pasurinë që është ndërtu në familja, apo ta krijosh nga fillimi? Cili është presioni më i madh? Me barë është e kumbla. Do të kesh probleme pas intervistës. Jo, pa e gore, unë ironizoj shumë, por naturisht që qëllimi me avancu gjithmonë jetë. Po cili është presion më i madh? Nëse kishe fillu prej zeros, apo thjesht me vazhdu atë që ka ndërtu brezat përpara ti? Unë me pas qenë njëri që kum pas qef gjithmonë me vazhdu ato farë kompanitë e brezave të mëhershëm, e kisha bon këtë sen. Arsyeja që kum hirë në Big Brother, do më thonë këtë e kundër, ta me fillu pi zero, sepse kam qef vetë me kriju diçka, por naturisht, pa familjen teme, s'kisha mujtë kur me arrit ku jam tasht, por tasht edhe po kompenzon ose po bashkohen paka shumë edhe forcët, edhe tasht që jena të ndërtu një projekt banesore dhe afares në Prishtinën e Re, ku jena bashku kejtë si familje, kena morë kejtë forcat prej Zvicrës, me inxhiniera, me kejtë, edhe jena të provu këto me tregu një shembull ndërtimi dhe me bon një promovim më të mirë për qytetin e Prishtinës. Jetu e eksplorua dhe një fushë tjetër? Jena ndërtim, po jena të ndërtu. Interesante. Do të thotë prap po vazhdon me shtu pasurin? Kena shumë potencial, jo veç une, si cilin botë, çdo i ri ka potencial. Une jetoj paka shumë mas një rreshti që e ka thonë një farë filozofi shumë i famshëm Volteri, që ka thonë, kur gjo nuk është e lindur, me lind do me thonë më zhvillu. Do me thonë që nashta dikush tjetër e ka ma letë, dikush tjetër ma ranë, varet çfarë familje që është lind, a lind me një familje që i ka kushtet ma të mira, ma të këqija, por në fund ditës kur gjo nuk është arsyetim, sepse gjithçka është në durët e tua, qa më rinë, qa më është me më ri, dhe çfarë dedikimi ki për rrugtimin tënë. Po vetëm ty të pëlqen edhe jeta, luksit, se ti the mi hargjuemi borë është e kumbla. Ajo ke ironi? Shohim shumë të udhëtu, e të ble, të investu edhe në pamjen tënde. Nuk blej shumë, ma shumë reklama, nuk e mojmen kur kum blej funi hera, të esha ose diçka, por udhëtimet janë diçka që ai vlerësoj shumë, sepse bota është, qëre me të thënë drejtën, une menoj shpesh me këshyrë sa gjatë ekziston kjo bota jonë, edhe na si njerëz i kena vetëm 70 vjetë, dhe 80 vjetë për me jetu janë shumë shkurt për me qenë vetëm me një vend, edhe naturisht që ka tjerë që nuk e ka mundësin, por unë jam falënderues, punoj për që të qenë që me mujtë me po botën, edhe kjo më jep një farë kënaqësie, një farë përmbushje në trupin tem. Cili është vendi më i bukur që e ki vizitu edhe... Frek, sa jam këthy prej Amerikës Centrale, jam konë në Costa Rica, ka që një vend fantastik e litu, konë... Me kënë? Fil vetë. Vish me një backpack. Se besaj. 2 banona mrena, duk zezë. Nuk besaj. Nuk është edhe që s'kina ataku atje njerës, sepse kam qenë me një are ku kanë qenë shumë nga Los Angeles, New York, shumë Amerikanë. Do të vetë s'ki qenë? Vetë s'kam qenë, por... Me një grupë. Atë ka ndodhë në këto udhime të takosh ndonjëherë me dikë që më pas të kam betë kujtimi bukur? Shumë persona më kam metë në kujtim, dhe unë menoj që gjdo trep që e voj unë edhe e pranoj mu hapë për njerëz, apo kupton, sepse që kjo është na njerëz social, neve që kjo na animon, unë përmes njerëzve e zhvilloj vetën, përmes një urive njerëzore, edhe kështu që jam shumë social. A je i hapur që të shohim lumin edhe duke kriju familja, apo... Që njëm të prit, normalisht, kur vjen rasti... E qka kërkon ti nga një femër? Që shkam thonë këtë në hera, gjallë, du të më konë njëri. Jo, njerëzin a krejt, por në barët pe i karakterit, që shtu për shtatët, por unë e menoj që kjo punë zgjedhje e partnerit shkon pak ma fell, mas pare dush me ditë kush je vetë, për me ditë qëfar partnerit të për shtatë të tyje, sepse në qëfëse ti nuk i din vlerat e tua, qësh mund është me ditë qëfar
çfarë partnerit të përshtatë tyje ose vlerat tua. Po ato arrin në një pikë të jetës. A ke arritit ajo pika që një edhe veten edhe e don? Tash i kumpallon do vjet, tash ti gjysha nuk po kryet më hare xhaliam, hare më në fëmijë, në nuse. E tash ndalemi këtu që është për folje dhe për Eriolën, që jeni në një lidhje. Po, spekulim thash edhe më herët. E pse erdhën pikërisht zërat për Eriolën? Si ndodhe, se e shpikën këtë punë atëherë për talet? Unë mendoj që arsyeja ka qenë sepse e kom pas një ofertë me bon një film në kinema, ka qenë edhe Rike Roqi edhe Eriola Doqi aty aktoret kryesore, plus edhe une, edhe jena pona për Tiranë, ndoshta kur i kena bon provat, por në fund ditës une na vendosëm mos me bon filmin dhe kështu nashta kam jetë ato farë fjallët ose shpekulimet për Eriolën. E përveç filmit të metrazhit të shkurt, të kemi po tash si në biznes, aktor, të kemi po edhe si një personazh publik reality show, veç këngëtar kemi vetë. A ka gjasa me të po edhe në këndim? Une vetëm dosh kur kënaj, e një të mbërtit vlavi, bëllë më! Nuk ja vlen, do me të rande. Jo, përbesë, që kjo është diçka shumë me të hatri që në familje tonë s'kena asni muzikant, sepse kisha pas shef edhe me supportu, sepse muzika është diçka që është shumë e mirë për veshtë edhe është një identitet në veti. Çfarë raporti e keni edhe me babain, se kemi pa që është një mbështet shumë i madh i joti? E kam shok në ngushtë. Edhe shumica njerëzit që na shohin rrugës thonë çka e ki këto vëlla shok, edhe se nuk e besojnë sepse edhe ai duket shumë i ri, unë nashta pak më i vjetër, edhe takuam dy gjysmë. Cila është kritika më e madhe që e merr nga ai? Se me siguri me kry masterin gjithmonë. Më kam edhe një semestër pa mënoj, edhe dyqysh jam të lona zgjon, jam të shtin se nuk e di çfarë më ka gjetë atje në fakultet, se që 2 vjet jam kon më. A do mi premtu sot diçka apo ende është në planet më tutje? I kom premtu diçka, s'kam nevojë publikisht. Okej. A mendon që kime vazhdu edhe me politikë edhe me biznes në të ardhmen? Sepse politika don kogja për kushtim, ti me gjithë këto angazhime nuk e di si do t'ja dalësh ta menaxhosh kohën tënde. Potencial kena shumë, edhe ku kena shumë, në qofse menaxhon gjithçka mirë, je në gjendje me arrit gjithçka, edhe aspekti politik, po, në politikë nuk kom hi për mu pasuru ose diçka, kom hi vetëm për me jap kontribut për trit, për shtetin dhe kontribut në mënyra tjera, më falë shpreje. Se unë kam qenë ashti 2 herë kandidat për deputet, plus një herë kam qenë i angazhum në zgjedhjet lokale për Parim Ramën, kam qenë në shtabin e për Parim Ramës, kështu që është një farë mundësi e mirë për me kontribu për vendin tanë dhe kjo ka qenë arsyeja pse politik. Nuk mendoj që unë ban dam në biznes ose biznesi në politik. Mund më prek të dy... Me gjitha këto angazhime, një dashuri në jetën tënde, atë kish stagnua apo të kish bo me ecë për para? Këtë rrugtim që jam të bon tashti, ose presionin që e kam me përformu, punë që i kom bo vetës, që i kom qitë vetës, edhe që po menoj une që jam ti më ri, nuk menoj që i kam ndryshu në të ardhmen, kështu që do të me qenë veç një njeri që i kupton qëto sene dhe menoj që si ekip, si një ekip i fort, më rinë gjithë shka dhe unë kam e qenë edhe aj që në të ardhmen, në qofse kam një partneri, kam qef edhe ato me mbështetër, unë nuk vuj në qofse gruja jame kam e posë ma shumë sukses se sa unë, sepse jena me një ekip në funditës, unë e bëj ato ma të forte, ajo mua. Ashtu e ndroj. Jo, ashtu duhet jetë edhe realiteti për me funksionu, por sot çka kështë thonë gjitha aty në njerëzve që të kam mbështetjen më tutje në të gjitha projektet të tua? Qa i kisha thonë? Me një farë mënyre që ka shumë të ri që ende presin i hargjojnë ditët e veta të mos u ngritë edhe me bo diçka për jetën e vetë. Si kishë shtyti për para? Nuk është edhe letë për momentin për rinjen, sepse na, këso gjeneratët më të vjetra presin shumë për rinjen tashti, sepse këta po menujnë, gjeneratët më të vjetra po menujnë që tashti janë mundësit shumë më të mëdhaja. është e vërtet, po edhe ritmi i jetës, zhvillimi i teknologjisë e banë edhe të vetën, kështu që presioni për të rritet halo më shumë. Kur të rriten më shumë mundësit, kur ki më shumë mundësi, kemi pas edhe më vështirë me vendos një drejtim. Për që ta edhe kisha thonë të rive mos u gutni dhe presion nuk ban me ndje presion prej dikojna me bondi qka sa ma shpejt, sepse ma mirë merë vetës ko, menon, hinë në vetë vetën dhe menon edhe
E menon që është më e mira për ty edhe në të ardhmen gjithmonë ka më bëu mirë. Është Vjen momenti që secilit. Sicilit i vjen momenti, sicili e ka atë momentin e vet. Unë zakonisht e mbylli kështu me mysafert, po t'ishe sot përballë meje, çfarë do ta pyesje Lombardën? Diçka që s'ka pyet asnjëherë askush. S'pe di valloj. Speca djeks, di. Speca djeks? Jo. Ushqimi tradicional që të pëlqen mas shumë ti, po më përmbyllim këto? Okej, ajvari. Ajvari. Edhe llokumat. Unë i tham petlla, se në ato Ana Marovi thoi petlla? Petlla, i thëm llokumav na i thëm petlla, që shtregu mësuane. Po, llokuma petlla, është pak dallojnë, po. Mirë është atë, që është kuzhine. Që të bitin do shte ves. Faleminderit shumë Lumi që ishe në Elite Way. Faleminderit për ftesën.